studio emisionit Opinion, si çdo të marrë mërkur në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21. Duket se krimi organizuar shqiptar ka qenë në qendër të vëmendjes në ditët e fundit, jo vetëm pas operacionit të SPAK në bashkëpunim me prokurorin e Barit në Itali, por njëkohësisht edhe një sër deklaratash që vinë si nga autoritetet ligjzbatuese amerikane përmes një deklarate të ambasadës amerikane në Tiranë, njëkohësisht përmes Ministrisë së Brendshme të Ekuadorit lidhur me një ndër personat më të rrezikshëm ose një ndër personat më të kërkuar të shqiptari i cili jetonte në Ekuador dhe që është kapur aktualisht në Dubai, por njëkohësisht edhe për reagimet e përgjithshme. Ka qenë prokurori i Barit Rossi, i cili deklaroi pa kompar që mafia shqiptare është të jetë agresive dhe e pranishme kudo në Europë. Po me se merret mafia shqiptare në botë? Kush janë karakteristikat kryesore të saj? Kush janë fushat e veprimit? Kush janë zonat kryesisht ku ajo është më aktive? Ne do jemi në pjesën e parë të emisionit për rreth 55 minuta të fokusuar tek kjo tematik, pra tek mafia shqiptare në botë. Unë kam 4 të ftuar në studio, duke nisur me Kedi Banushin, gazetaren e Report TV. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Jordan Daci, avokat, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Artan Hoxha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Dhe Sokol Bregu, gazetar, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do jemi thash rreth 55 minuta në këtë pjesë parë të emisionit. Në pjesën e dytë për rreth 20 minuta do ndiqni të parën intervistë që ka dhënë mbas mbritjes në Shqipëri, ka mbërritur pak muajin parë ambasadori italian në Tiranë, Marco Alberti. Është një intervistë interesante. Alberti ka një karrierë diplomatike, ai vjen si ish, domethënë para Shqipërisë. Ka qenë ambasador i Italisë në Kazakistan, pra në Astana, ka mbërritur në Shqipëri, ka punuar edhe në sektorin privat, më parë ka qenë i ngarkuar me punë në Buenos Aires të Argentinës. Vjen mbas Fabrizio Bucit, pra ambasadori italian që është larguar në Berlin, dhe Alberti ka një filozofi sipas cilës do të mundohet të lëviz sektorin e biznesit italian në Shqipëri. Do ta ndiqni vetë rrëfimin jo vetëm për piketat kryesore të po quajt objektiva të tij, por njëkohësisht edhe hobit që ka. Ndërsa në pjesën e tretë do të keni një material përgatitur nga gazetarja Elida Marvataj, në cilën flitet për kampionatin evropian të nën 17 vjeç që po zhvillohet në Tiranë. Finali është në datën 1 qershor. 8 skuadrat më të mira të kontinentit, ku përfshihet dhe Shqipëria si vend organizator, kanë luajtur midis tyre në disa nga stadiumet e Shqipërisë. Është eventi i parë i kësaj përmase në Shqipëri, dhe pse bëhet fjalë për 17 vjeçar, më pas pritet që 2 vjet më pas të kalojmë tek U21, që do ketë një nivel më të madh dhe që do të zhvillohet në Serbi dhe në Shqipëri me 16 ekipe, pra 8 në Shqipëri dhe 8 në Serbi, finali i cilit do të zhvillohet në arenën Kuqezin në Tiranë. Dhe më pas në dyshim bëhet fjalë për organizime të një përmase shumë madhe, duket sikur U17, përveç se është eventi i parë, është edhe një lloj paraprove për të parë se si do të funksionojë organizimi një eventi i tillë në Shqipëri në 2027. Është përgatitur thash nga Elida Marvataj, është dhe një intervistë me Armando Dukën. Rikthehemi tani tek tema kryesore. Pak ditë më parë ajo që ra më shumë sy dhe troqi vëmendjen ishte kjo deklaratë e ambasadës amerikane. Të lutem, më nxirr pak deklaratën e ambasadës amerikane. Treshi. Në të cilë është kjo deklaratë e ambasadës amerikane, në të cilën ndër të tjera thuhet, pra, ku bëhet fjalë për një vizitë të ndihmës drejtorit ICI të APit të Departamentit Drejtësisë SHBA-s, Stephen Field, i cili ndër tjera thot, ajo gjë që është më rëndësishme, thot, ai përcolli prioritetet e prokurorit të përgjithshëm të SHBA-s për të eliminuar kartelet, krimin e organizuar ndërkombëtar dhe emigracionin e palishëm. Pra, ai përcolli prioritetet e prokurorit të përgjithshëm të SHBA-s për të eliminuar kartelet, krimin e organizuar ndërkombëtar dhe emigracionin e palishëm. Ndër tjera pastaj flitet edhe për çështje tjera, por ishte një deklaratë mjaft e fortë ku flet jo për thjesht për krim të organizuar, po për kartele. Ndërkohë që ka një raport antimafjas italiane për krimin e organizuar shqiptar që ne kemi marrë vetëm ekstraktin e saj, të lutem më nxirr pak njëshin. Ekstrakti i këtij raporti është që rrjetet shqiptare të shtrira në gjithë territorin kanë krijuar lidhje të forta me grupet mafioze, si Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra, kanë formuar organizata kriminale të forta dhe jetëgjata të ngjashme me ato të mafjas italiane. Antarët e grupeve kanë lidhje familjare ose vijnë nga i njëjti rajon, pra që bëhet fjalë edhe për lidhje tribale, trafiku i drogës, sektori kryesor i aktivitetit kriminal. Të ardhurat investohen në blerjen e aktiviteteve të palishme ekonomike dhe pasurive të paluajshme.
të përfshirë në trafik armësh, qenie njerëzore, prostitucion dhe krime financiare. Pra, në një farë mënyrë duke se trafiku drogës është bërë primar dikur, shfrytëzimi i prostitucionit ishte aktiviteti, po e quajmë më kriminal, që ndërmerrin shqiptarët, vjedhjet e banesave ose krimet të vogla, ndërkohë që sot flitet për trafik ndërkombëtar të drogës. Ndërkohë që ishte shumë interesante postimi i Ministrisë së Brendshme të Ekuadorit, në nxirr pak dyshit, lutem, në të cilit bëhet fjalë për gjikën. Jo, kjo është shumë e gjatë, lutem, kërkova vetëm faqen e ja ku është. Pra, në këtë postim të 24 majit bëhet fjalë për Dritan Gjikën, që sipas Ministrisë së Brendshme të Ekuadorit është kapur, pra është arrestuar në Dubai, të Emiratet e Bashkuara Arabe, sipas të dhënave, pra ishte 47 vjeç dhe ka hyrë në Ekuador në vitin 2009 me një vizë normale, dhe sipas tyre i ka kryer trafik të drogës në Holland, Belgjik dhe Spanjë. Ndër tjera bëhet fjalë për një nga personat më të kërkuar të Ekuadorit. Fakt është shumë interesante si mafia shqiptare ka arritur në këto nivele, por njëkohësisht ka hyrë në radarët e agjensive kryesore ligjzbatuese të botës, po kryesisht europiane, po siç duket dhe nga reagimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës, është shumë interesante. Hoxha, e para njerë, e nje Dritan Gjikën? Është një ndër të parët që ka shkuar në Ekuador. Ndër të parët? Ndër të parët, ka 16 vjet. Nga është me origjinë? Ka 16 vjet, nga Shkodra. Edhe nofkën e ka Shkodrani. Po? Ka shkuar që parë 16 vitesh. Sigurisht biznesi primar momentin që ka shkuar në pasador tak tjerë nga Shqipëria, është marrë kryesisht me eksport, me tregtinë e frutave egzotike. Pra si të gjithë që shkojnë nga Shqipëria, nga Ballkani, me ato e kanë nisur, ato janë bizneset ose lëkurë. Ato janë kompanitë e regjistruara të atje, janë kompani për të cilat ka paguar taksa, ka patur punonjës të regjistruar dhe aty pastaj ka rritur aktivitetin, ka krijuar njohjet, i ka konsoliduar ato, ka krijuar lidhjet pastaj me lëvizjet që duhet bënte të narkotikëve kryesisht për tregun e Bashkimit Evropian. Dhe momenti më vendimtar apo po e quaj më i art maja e aktivitetit të tij ka qenë kur në zgjedhjet e vitit 2021 fitoi presidenti i djathtë Guillermo Lasso, pra mas 20 vitesh që ka qenë e majtën në pushtet. Fitoi presidenti i djathtë, ky ka patur njohje me njerëz të afërt të presidentit. Presidenti në vetvete ishte, sepse tani nuk është më president, ka qenë CEO banke për një kohë të gjatë dhe familja e tij ka qenë dhe aksionere e bankave të rëndësishme në Ekuador. Shqiptarët atje janë tregtar shumice, çojnë para. Pra nuk është ajo që thot Maduro që ne kontrollojmë Ekuadorin, por ne çojmë para se tregtime shumicë bëjmë. Sa me marë... Nuk janë besoj vetëm shqiptarët që qojnë para në Ekuador, sa aty janë gjithë racat e botës. Jemi për rastin e... Dhe besoj që pjesa më e madhe e drogës e Ekuadorit shkon drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jemi për rastin e Shqipërisë. Patjetër, tregu më i madh sot në planetin e Shtetet Bashkuara. Tregu më i pasur është Bashkimi Evropian. Se pastaj bëhet në ndarja e klasifikimi. Pastaj nëse ti çon në Australi, i rritet edhe vlera atje, sepse kontrolli në Australi është më i fortë. Po Gjika gjatë kësaj periudhe, pra gjatë tyre 16 vjetëve ka qëndruar në Ekuador? Përgjithsisht ka qëndruar në Ekuador. Pra e gjeni bazuar në Ekuador? Është përpjekur të krijojë kompani të lishme, biznes të lishëm, gjëja që i ra në sy në Ekuador ra pikërisht për këtë fakt. Sepse ishte përpjekur nëpërmjet kompanive, këtyre kompanive, pra mbulimit, ai të krijonte lidhje të forta dhe në kohën që erdhi presidenti Lasso, ai ka pas lidhje direkte me njerëz të afërt presidentit dhe me familjen e presidentit, dhe aty ai avantazhua edhe për të korruptuar sistemin edhe për të thyer sistemin, madje ai është liruar atje nga një vendim gjykate dhe gjyqtari pastaj është proceduar, është shpallur në kërkim, pra ka arritur në shqiptarët e pakët për mos thënë i vetmi që ka arritur të thyej sistemin dhe të krijojë lidhje të forta të qëndrueshme brenda administratës. Sepse ti nëse ke lidhje të forta, lidhje politike, por Shqipëria çfarë merre? Ishte ai skeduar nuk është marrë, nuk e ka ikur direkt nga Shqipëria apo ka ikur nga Italia? Ky të veçantën e ka te fakti që nuk është tek ata që kanë qenë të dhunshëm, pra nuk ka një historik të tillë, që janë marrë me krime të rënda, që janë marrë me vrasje, me rrëmbime, nuk është tek kjo natyrë. Ky më tepër ka qenë te pjesa e një tregtari të palishëm, i cili ka gjetur të çarat e sistemit,
ka krijuar lidhjet dhe fakti që kishte lidhje kaq lartë, pra do të kujtoj që 7 nga biznesmenët e mëdhenj në Ekuador që kanë bashkëpunuar me këtë janë ekzekutuar në një plazh në Oqeanin Paqësor atje. Është detyruar presidenti, më di ky është, se kemi nxjerrë këtu para 5 vitesh, para 6 vitesh, në persona që ka financuar fushatën e presidentit të djathtë atje. Flitet për i shumë diku tek $5 milion, por kanë qenë 2 rrjete shqiptare apo 2 grupe që njëri pagoi 3 milion dhe tjetri 2 milion. Nuk është se janë shumë fevzi, por problemi është që se ne atje kemi në statistika vetëm shqiptarët. Se Ekuadori dhe shqiptarët i pranon dhe pa viza, rivendosi vizat, që tregon Ministria e Jashtme e Ekuadorit. Ta kam treguar histori, të parët që na kapën me viza, ngelëm ne në aeroport Tornado. Mos gaboj, kemi qenë në shtator të 2022. Dhe Ekuadori deri aty nuk ka pasur viza për ne, por këta kanë hyrë me pasaporta të vendeve të Bashkimit Evropian. Pra, pjesa dërmuese atyre që merren me aktivitete se mos me narkotrafik, nuk kanë pasaportat të Shqipërisë. Prandaj kur i bën statistikat, atë me pasaport shqiptare kam shkruar unë, por nuk këta nuk kanë pasaporta shqiptare. Kur shkap Gramoz Rexhepi janë dashur. Kaq i rrezikshëm ishte ky person? 2 muaj ta identifikonin që ishte Gramoz Rexhepi. Edhe pse kërkojnë gjithë Evropën. Po gjika, kaq i rrezikshëm? Ishte i rëndësishëm, i rrezikshëm për shkak të njohjeve në nivel të lartë që ai realizoi atje. Iku nga Ekuadori në momentin kur aty fillon hetimet, edhe ndaj presidentit, se presidenti bën zgjedhjet e reja, u vra një kandidati për president që akuzoi shqiptarë dhe presidenti që është sot, Daniel Noboa, që në fushat elektorale është shprehu që ai do të luftoj kriminalitetin shqiptar, mafjen shqiptare, se ky është bërë një term tani është një debat goxha i madh, po ne nuk jemi atje, nuk kontrollojmë. Ne aty jemi thjesht më tepër si konsull apo si ambasador të një tregtie, të cilët e kryejmë për qëllimit i pra. Nuk është qëllimi jon të ndikojmë në aktivitetin e brendshëm në Ekuador. Ne mundohemi të gjejmë të çarat atje dhe ta shfrytëzojmë këtë për tregti. Janë kartelet meksikane, kartelet kolumbiane, ato që çojnë armë atje, që i kanë futur në konflikt, që furnizojnë grupet kryesore që janë atje, ato janë Los Choneras është me 20.000 antarë. Pra, ata janë të interesuar, ne nuk jemi deri në këtë nivel. Por ne kemi shkuar atje sigurisht, fillimisht nëpërmjet ndragetës italiane. Pra, ne kemi marrë operacione që na i kanë lejuar të tjerët. Dhe pastaj në momentin që ne kemi parë si funksionon këto, kemi krijuar lidhje. Janë bërë autonom. Ne jemi përpjekur të bëjmë, se jo në çdo rast jemi autonom, sepse problemi i fevzi nuk është ta nisësh ngarkesën atje. Problemi është ku do ta zbarkosh. Patjetër, dhe si do ta shpërndash. Dhe nëse të hyjë në Joya Tower, nuk mund të hysh në Joya Tower nëse të din edhe s'ke një leje nga organizata të mëdha atje. Nuk hyn dot në Rotterdam ose në Anvers, nëse ti nuk e gjitur të çarat e sistemit. Pra, është më kollaj të nisësh kokainë në Ekuador, se ta marrësh në Europë. Dritan Gjika. Ky ka qenë në Dubai vitet e fundit, ka jetuar aty lirisht, siç jetojnë gjithë tjerët, edhe tani është ndaluar në kuadër të ligjit që ka Emiratet, ata e kanë 60 ditë, e kanë pas 40, e kanë çuar 60, dhe do shohim pas 60 ditësh se çfarë do ndodh, do t'ja u çojnë. Se më mundshme është e ndalojnë dhe pastaj e nxjerrin prapë. Sepse ky ka urdhër kërkimi, ka edhe urdhër të tjerë kërkimi, por Ekuadori po e pen zori me vrap, se ata e kanë pasë evidentuar dhe mediat ekuadoriane e kanë evidentuar në mënyrë të dukshme për shkak të lidhjeve politike. Shqiptarët punojnë për tret apo kanë krijuar linjat e tyre autonome? Ne kemi nisur si qerak të tjerëve dhe dal nga dal kemi krijuar linjat tona. Pra, ka linja shqiptare të mirë. Janë vetëm linja shqiptare nga momenti që e blen në Kolumbi, në Peru, dhe deri te shpërndarja fundore. Pra, Ekuadori është porti, është tranziti dhe deri tek rrugët e shpërndarja me pakicë. Por, ki parasysh grupet e mëdha që kalojnë tek shumica, nuk ndërpresin lidhjet për të marrë dhe me pakicën. Sepse fitimi është kaq i madh. Por është zinxhir komplet. E kemi bërë, e kemi mbyllur zinxhirin. Kemi mbyllur zinxhirin nga Azia për heroinën drejt Europës dhe zinxhirin tjetër nga Amerika Latine dhe prandaj ne jemi evidentuar. Se kemi vajtur në vendin origjinës, jemi ekspozuar atje, madje edhe në situata tash politike dhe në zgjedhje atje, kemi dëshmorët tanë, thonjza, pra të vrarët që kemi në Ekuador, në Kolumbi, në Peru, pra kemi shqiptarët atje, janë kapur sidomos gjatë 2 viteve e fundit që i kam ndjekur, kape një bos lokal, vënës, ekuadorian ose kolumbian, dhe bashkë me të ishte edhe një shqiptar. Dhe shqiptari në pjesën e madhe të kohës, tash ojsi në atributin e njeriu që është aty për të garantuar dërgimin e parave dhe ardhjen e mallit në Europë, ose në krahun tjetër ishte si një lloj konsulenti ose një lloj krahu i djathtë i liderit lokal. Që funksionon të atje. Bregu, ku është më aktive mafja shqiptare jashtë teritorit? Po më lejo të them diçka për Ekuadorin, një vend që i cili ka 3 deri në 6.000 të vrarë vetëm nga trafiku i drogës në vit. Është vendi i 5 apo i 6 në botë. Më i dhunshëm. Tani në 3.000,
po marrim minimalen, në 3.000 bie afërsisht 10 vrarë në ditë nga trafiku i drogës dhe pastaj thot mafia shqiptare. Aty, do të thënë, ata kanë për ta larguar gjitha të dhunë, krijojnë absolutisht që shqiptarët atë që kemi parë janë me lidhje. Po aty janë 10 të vrarë në ditë, ndërkohë që gjithë shqiptarët mund të jenë 10 veta. 10 veta në 10 vjet. Kjo vetëm statistika. Jo 10 veta dhe gjithsej, vetëm statistika tregojnë atë që çfarë ndodh realisht në Ekuador. Në dosjet e fundit që kanë parë nga SPAK, ato që kanë dështuar si nisje, duket qarta si që rolin e dikujt për atyre që ai jo vetëm që e korrupton policinë lokale, por e korrupton 2 herë në momentin që vjen policia e kryeqytetit sepse ka informacion dhe do ta godasi atë. Pra, gjithçka lidhet me korrupsionin vendas. Nuk mund të shkosh dhe të jesh autonom në një vend pa patur lidhjet që t'i ka dhënë dikush tjetër, sepse fundja ku do ta kalosh? Pa doganierin dhe pa policin, ti nuk ke ku shkon fare për të kaluar drogën sepse jepet sinjali me njëherë. Atë e kam parë në disa prej, sidomos të dosja e Suel Qeles, janë dy prej episodeve që lidhen me trafikun e drogës, dhe ai e shpjegon, i dërguari atje e shpjegon faktin se si lidhet Ekuadori dhe ka dhënë dhe shpjegimet e veta, më pas ai u vra. Bëhet fjalë për njeriu që u vra në 2022-shin. Ergysda, ai e shpjegon. Dhe aty ka mësuar të gjithë mënyrën se si punonte ai me policinë ekuadoriane. Nuk ishte në kryeqytet, ishte në portin e Guayaquilit aty. Po besoj në Guayaquil janë pjesa kryesore shqiptare. Guayaquil është porti. Por Guayaquil është porti, po shisi ishte ndryshimi. Policia që vinte nga kryeqyteti ishte gjithmonë e fortë dhe pa korruptueshme. Si më thon Renea që shkon në një vend. Dhe ai e shpjegonte për të gjitha episodet që kishte. Ka një gjë që shqiptarët mund të kenë edhe buxhetin financiar. Fitimet janë të mëdha. Pra, asnjëherë nuk e ka marrë vesh një rrugë do më thënë ti mund dalësh barazim me 3 apo 4 rrugë të humbura, sepse bëhet fjalë aty për një muaj që këta kanë humbur 3 apo 4 rrugë rresht, që bëhet fjalë për afërsisht 5-6 milion dollar. Dhe prap ishin në treg. Dikush tjetër me 5-6 milion dollar të humbura nuk do ekzistonte kaq thjesht në treg. Dhe ata vazhdojnë porosisin në këtë lloj logjike. Unë mendoj që pjesa që po bëjmë në Ekuador, ajo i ka shqetësuar të gjithë. Për një arsye. Ne po flasim vetëm për Ekuadorin, po aktiviteti kryesor është në Europë, po. Ekuadori është aktiviteti kryesor se ne aty kemi gjetë shumicën për të transportuar sasitë e mëdha të drogës. Tani cili është problemi? Problemi që ne po bëjmë zhurmë në Europë nuk është se ne jemi ata që vendosim krimin e organizuar apo trafikun, por po ulim çmimin aq shumë ndjeshëm sa të tjerët nuk po e përballojnë dot. Po. Dhe kjo është logjika. Dhe çdo para në pjesën më të madhe, se të gjithë mund të blejnë në Ekuador dhe në Amerikën Latine. Problemi është ku do ta shesësh, ku të gjesh treg. Dhe atë që pam në dosjen e fundit, problemi më i madh ishte, ai mund porosiste çdo ditë nga i ton. Problemi ishte ku do ta shiste. Dhe njerëzit e shpërndar shisnin me 4 dhe 5 kg. Dhe kishin humbje në rrjet, sidomos sepse zakonisht ata shisnin në Bari dhe në Lecce, cilat janë pothuajse si Shqipëria, mund grabisin në çdo moment. Nuk janë vendet të cilat tregu nuk është aq i pasur, është nga zonat më të varfra të Italisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe unë mendoj që lidhja jonë me Ekuadorin është ajo që po na ekspozon kudo. Ku janë më aktive organizatat shqiptare në Europë? Në cilat vende? Pothuajse njësoj janë. Se për shembull nuk flitet për një mafie tani jashtë Europës. Nuk kam dëgjuar të flitet për një mafie të organizuar shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po nuk gjejnë dot mundësi atje në ose më saktë. Jo, nëse nuk ka. E gëbim. I mund të rastet e vrasjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po, nuk flitet në media për mafie shqiptare. Shiko. Kriminal shkelës ligjit ka, nuk janë që dominojnë. Shiko, pse bjem në sy? Nuk dëgjohet shumë në Gjermani. Shiko, ne evidentojmë. Në Gjermani dëgjohen, po janë të tjerë shqiptarë ata. Ata të Hamburgut që dëgjohen kudo. Po mirë, shiko që dëgjohen ka kudo, po nuk bëhet fjalë, nuk është krye fjalë e mediave dhe e policisë mafia shqiptare. Atëre, media gjermane është shumë serioze. Nuk thot atë, ose policët gjerman dhe prokurorët gjerman nuk e çojnë pa aftësinë e tyre dhe shpikin një term mafia shqiptare sikur tani po në të gjitha rastet që i kemi parë dosjet. Është një bashkëpunim me trafikantët italianë. Nuk kam parë një përveç që thuhet në rast. Nuk kam parë një që t'jenë autonome dhe çdo gjë është e tyre. Në çdo magazinat janë italiane,
çdo kush që i pret janë italian. Shqiptarëve nuk u japin magazina me qera për të vendosur kokainën, se e din direkt që ty të duhet patjetër një italian. Nami del shqiptarëve. Po, shqiptarët duan me u marrë në atë pikë është kanë ngelur. Jo se nuk janë, po bëjnë xhiro shumë të madhe, sipas asaj që thotë Europol, në 50 miliardë që shpërndahen në Europë, nga trafiku i drogës, 2 i përkasin shqiptarëve. Dhe 2 miliardë çdo vit është shifre madhe. Ku i çojnë 2 miliardë shqiptarë çdo vit? Të thotë Europol, 2 miliardë i fitojnë shqiptarët nga trafiku i drogës. Me këto lëvizjet e fundit, kam frikë mos shkon 4. Blendi, ne i njohim, edhe agjensitë e huaja, vetëm për këtë pyetje që bëre, i njohim momentin që shqiptarët ekspozohen. Sasia më e madhe që shka për një grup i shqiptar ndonjëherë, kjo është me çështje gjyqësore, është në Gjermani, 16 tonë. Një rrugë vetëm, 16 tonë. Dhe sasia ishte kaq e madhe, sa ata nuk e morën dot të gjithën në port, dhe u morë vesh kur bananët shkuan në market. Dhe kur hapën ato arkat e bananëve, për nxjerr bananët në market në Gjermani, gjetën kokainën brenda. Pra ishin ngarkesë jashtëzakonisht të madhe. Pra nëse flasim tek rasti i Suel Çelës për një ngarkesë 930 kg. Ajo ngarkesa 930 milion, atje kushton vetëm $930.000. Por në Europë ajo vjen me njëherë me 23-24 milion. Jemi gjithmonë tek shumica e kilogramit. Te rasti i fundit që ke tek troplinët, është një ngarkesë ku ata kanë çuar $500.000 atje, se kanë blerë me $1.000 kilogrami, sa lirë është. Në rrugë në Europë del edhe me 80.000 euro deri 100.000 euro në varësi të pastërtisë dhe cilësisë ka. Dhe tani tek pyetja që thiti ku janë shqiptarët. Shqiptarët u ekspozuan në momentin kur ne u vendosëm aty ku janë linjat kryesore trafikut. Ku? Në portin e Guayaquilit, që është porti kryesor i zbarkimit, në Rotterdam, dhe në portat hyrëse. Në Antwerp, pra, është kryeqyteti i zbarkimeve në Europë, është Antwerp në Belgjik, Rotterdami pastaj në Holland, është Alicante në Spanjë, është Gjoja Tauro, dhe momenti që ne u paraqitëm aty, ta kam thënë këtu në emision kemi qenë dhe kam thënë që vetëm një grup shqiptar për 6 javë në vitin 2023 kaloi 32 tonë, 3 ngarkesa që i kishte çmendur autoritetet belge për guximin që ata kishe, se problemi nuk është thashë e tha dhe Koli pak më parë, nuk është për t'i nisur që ande. Shefi antidrogës në Guayaquil disi tha, unë të nis një elefant, tha, ta fus në kontejner. Ku do ta zbarkosh ti elefantin? Në cilin port të Europës? Pra, atje ishin shumë poroze kufijt, por ndërkohë në Europë vjen dhe mbyllet dhe shumë e vështirë. Problemi ishte zbarkimi në Europë. Dhe kur një grup shqiptar, pra kaloi 32 tonë, dhe e mori nga porti, është problemi se u kap, po e mori dhe e nxori nga Belgjika, prandaj autoritetet belge dolën dhe deklaruan atkohë që një organizatë shqiptare ka trafikuar 1 miliard. Po dëgjosh deklaratë e Rosa e thotë që bën fjalë për një mafie, po. Për shumën, një organizatë ka shkuar thosë në $1 miliard. Shuma dukej jashtëzakonisht e madhe për një vend vogël si Shqipëria. Shqipëria, po. Kedi, ku shtrihet më shumë dhe ku është më aktive mafia shqiptare jashtë territorit tonë? Për mua nuk ka mafia shqiptare. Ky është mendimi im. Janë grupe të strukturuara dhe termi mafia shqiptare do të thotë që mafia është term mediatik, se nuk është term juridik, kështu që kam përshtypjen që abuzohet me këto terma për shqiptarët, nuk ka për mua, të paktën nga ajo që kemi parë nga dosjet e prokurorisë posaçme tashmë kemi në ndryshim nga më parë, kemi parë se si funksionojnë këto grupe të strukturuara kriminale, pasi në të gjitha rastet nuk thuhet që janë organizata të paktën, janë grupe të strukturuara kriminale dhe ky është mendimi im që janë më shumë grupe të strukturuara kriminale. Nuk e kanë akoma atë rolin ose të organizatës të ketë një krye, domethënë kreu një organizatës ose siç funksionon me mafiat ose me grupe me organizata kriminale. Megjithatë, është në të paktën nga informacionet që kemi dhe nga ajo që është thënë dhe në raportet që ka bërë dhe prokuroria posaçme, janë kryesisht në Itali, në Gjermani, që të paktën nga informacionet që kam janë të fuqishëm edhe në Gjermani, në Holland, në Amerikën Latine, në Angli, këtu janë kush është vendi primar sipas teje? Ku janë më aktiv? Më aktiv dhe më të fuqishëm për mua janë në Gjermani. Në Gjermani? Në Gjermani dhe në Itali. Edhe në Itali? Dhe në Itali janë më të fuqishëm, janë më të paktën kështu konsiderohen. Ndërkohë që sa i takon jo në Britaninë e Madhe dhe në Holland? Edhe në Britani të Madhe, ka kryesisht vitet e fundit është forcuar në Britaninë e Madhe, kryesisht në vendet ku ka shqiptar dhe ku ka treg
për trafikimin e drogave dhe ku ka kërkesë për lëndë narkotike. Sa i takon prapë këm ngull të pjesa e mafjes dhe organizatës, në dosjen e fundit që kemi parë, paktën tek operacioni Ura, mua më ra në sy, nuk e di nëse të tjerëve, më ra në sy mënyra se si i sillnin parat. Pra ata sillnin parat, paktën me anë të shoferëve dhe me thas, vakumi, ndërkohë që mendimi im është që nuk mund të sillë një organizatë e fuqishme, nuk i sjell dot parat në atë mënyrë, por përdor bankat ose përdor të tjera sisteme. Nuk e di ma përdorin dhe bankat. Se dim këto gjërat që kapen se. Ajo që kemi parë në dosje që kemi lexuar, paktën në operacionin e fundit, i cili ishte një operacion i cili u trëmbentua që ishte shumë i fuqishëm, madje në SPAK pati edhe një konferencë. Për një operacion që vjen nga Italia Jugut, një nga vendet më të varfra të gjithë Bashkimit Evropian. Nuk ka të njëjtën standard të lëvizjeve siç mund të ketë Britania Madhe, Hollanda, që janë vende me imirëqenie krejtësisht tjetër. Deri tani nuk kemi parë rastet, për shembull, që të përdoren bankat e nivelit të dytë në sjelljen e parave. Organizatat e kanë të paktën këtë veçori. Dhe në sa i takon edhe personave të cilët sipas që janë pjesë të këtyre organizatave janë kryesisht shtetas të Bashkimit Evropian, pra dhe janë lindur atje kryesisht janë të ndatlindjeve pas viteve 90. Paktën ky është dukuria që kanë grupe kriminale dhe janë të lindur atje, jo të larguar nga Shqipëria? Janë të lindur atje. Pjesa më e madhe janë të lindur atje. Pra kanë një pasaport të Bashkimit Evropian. Jo, pasaportën e Bashkimit Evropian mund ta kesh dhe po të kesh lindur në Shqipëri. Nëse të paktën nga informacionet që kemi, se nga ata që kanë parë unë, të gjithë kanë lindur në Shqipëri. Dritan Gjika, Dritan Rexhepi, këdo që të marrësh janë shqiptar të Shqipërisë, sepse ata që kanë lindur në migracion janë më shiko, ky ka shkuar 30 vjeç në Ekuador. Është 47 vjeç sot. Pra i ka shkuar 30 vjeç. Ai ka investuar gati 2 dekada atje. Është nga njerëzit atje që ka krijuar shumë lidhje. Kjo jep avantazhin atje. Nëse vim tek pjesa, pastaj tek pjesa tjetër që kemi ne tek operacioni fundit që tha Keti, pra aty janë episode, janë gati 30 episode dhe në total janë 3 milionë euro. Ndërkohë, vetëm një kontroll të vetë, policia shqiptare në 18 maj vjet kapi 3 milionë. 3 milionë në një 3 milionë. Pra, në qoftë për masa, pra, ka që kanë kapur. Për zhurmën që bën operacionin. Një operacion, një nga vendet e varfra, që është Italia Jugut, mund të ketë për masat aty ka gjetur mundësinë e provave që u kapën dhe për masat e organizatës që synoi të goditej, është në për masat e klanit, ajo. Pra, janë shumë, kanë diferencë shumë të madhe. Pra, kaq sa u kanë kapur ata i kanë kaluar vetëm, pa them, vetëm një rrugë që është evidentuar aty. Një ngarkesë për 500 kilogramësh, ata në Europë fitojnë, domethënë ajo ngarkesë tek shumica, tek porti shkon 12.5 milionë euro. Po një nga episodet e dosjes. Ndërkohë ti në total episodet e tjera janë zihen për 1.000 euro. Ka ndryshime. Pikërisht. Ndërkohë ti në total po thuaj që u kam kapur 7 milionë euro. Pra shumë pak, shumë ashe pa përfitshme me përmasat që thonë që ka ajo. Duhet kishte, po keni se ndërprerja fjalën. Po më thoshe që kryesisht janë të lindur mbas viteve 90 në këto vende dhe janë përfshirë në organizatat kriminale. Të paktën kjo është. Ata s'kam pse të quhen më shqiptarë. Ai ka lindur atje, shteta si atij vendi. Që i lidh është gjua, pasi flasin Shqip. Vetëm këta se unë jo sa duar që kanë lindur atje një flasin shqip, vetëm ta të krimit flasin shqip. Bëhet shumë e madhe kur kapet një shqiptar, ndoshta është një politik, po megjithatë unë prap jam me mendimin që nuk ka mafje shqiptare dhe nuk ka organizata të mirëfillta shqiptare. Mbi bazë, aty thotë baza kreanore shqip edhe raportin e antimafisë italiane. Kjo është një dukuri që e kanë evidentuar edhe baza familjare dhe krajinore. Familjare, kjo është kanë lidhje gjakun në ndryshim nga grupet e tjera kriminale, që nuk e kanë këtë. Shqiptarët janë të lidhur, kanë lidhje gjaku. Italianët. Më njësoj si ne identik për raportet e lidhjes gjakut. Je marrë me to? Atëherë, unë jam marrë në 3 pozicione. Një jam marrë në kuadrë studimeve që kam bërë, edhe në Itali kur kam qenë. Një pjesë tjetër jam marrë në kuadrë të shtetit kundra, se kam qenë në një pozicion të tillë që më kalonin dosjet në përduar. Dhe një pjesë tjetër si avokat. Dhe sigurisht kam patur në dorë disa grupet... Pra di ke mundësin të kryqëzosh 3 palë element? Pa dushim të 3. Po. 2-3 gjërat e cilat janë me interes. Së pari, mafia si term ka lind në shekullin e 13 në Sicili. Po. Ka qenë një organizat që u krua që thoshte vdekje Francës, vdekja e Francës është kënga e Italisë.
Morte alla Francia, kjo është ideja e një organizate e cila i bënde balë pushtimit francez në atë kohë të Sicilisë. Bourbonëve, po. Sigurisht, më vonë, po flasim paralel me Skënderbeu, në thënë thjesht si term. Nese, kryesisht në fund shekullit 19 ka marrë nga pikpamja trajtat juridike, gjykatësor. fjala mafia nuk ka një emër juridik. Ka grup strukturuar dhe organizat kriminale. Unë mendoj Është term mediatik ai, po të thonë gjithë botën. Ka një kontekst të vërtet pse përdoret fjala mafia, se në dallim nga organizatat e tjera kriminale, mafia nuk kupton një qëndrueshmëri dhe kalueshmëri të brezave, pra pasohet nga brezi në brez. Po. Dhe kjo është tipike italiane, sidomos, ku një farë mënyre familja e trashëgon edhe udhëheqjen e klanit ose të organizatës. Ndërka organizatat e tjera të zakonshme kriminale nuk kanë këtë strukturë, një lloj peme familjare e cila është tipike e mafjas. Pra nëse ne themi mafia, se s'bën kemi një qëndrueshmëri në shumë dekada të njëjtës organizat. Nuk mund të jetë një organizat e krijuar sot e cila mund të shpartallohet apo përfundon në 1 ose 2 dekada. Pjesa tjetër që shqiptarët nuk janë organizata jo të lidhura detyrimisht me liderin, sepse ka organizata që ti eliminon liderin dhe eliminohet gjithë organizata. Ato mbjetojnë. Këto janë struktura pavarësisht e emrit. Struktura të cilat kanë mundësinë e gjenerimit të drejtimit të tyre. Të leadershipi, po. Dhe vazhdojnë të mbeten për një kohë gjatë. Pothuajse asnjëherë nuk janë azhësuar asnjë nga organizatat të kësaj kategorie. Edhe këtu kemi jakuzat japoneze, kemi triadat kineze që janë me famë, mafjen ruse, padyshim kemi Cosa Nostrën amerikane, Cosa Nostrën, Draghetën, apo Sacra Corona Unitën e tjerë, të cilët sigurisht kanë pas ato ECA-ket e ndryshme. Dhe duhet të kuptojmë që shqiptarët nuk mendoj se kanë arritur sofistikimin e tillë për të kategorizuar si mafje, qoftë kuptimin mediatik, qoftë në kuptimin juridik si organizata. Si veprojnë atëre? Në shumicën e rastave të veprojnë në grupe strukturuar që nuk i kalojnë të 10-15 persona. Po. Nuk ka patur asnjë kryesisht grup. mbi baza fisnore dhe krajinore. Fisnore, krajinore, pra i bashkojnë shumë gjëra të tjera. Karakteristikë tipike e shqiptarëve është lidhja e ngushtë shpirtërore e njerëzve, pra që shkojnë deri në sakrifica ekstreme me njëri tjetrin, pra ka një lidhje shumë jo të zakonshme, por që është tipike shqiptare, midis të tjerë, po kështu është edhe italiane, realisht, edhe italianë po kanë të njëjtën koncept. Pjesa tjetër është që si rregull ka një ashpërsi shumë të egër në reagim, pra shqiptarët janë brutal shpeshherë, hakmarrja është shumë brutale, kjo i karakterizon nga një pjesë tjetër, kjo i bën fakt edhe më të cënushëm, sepse nuk mendojnë me tru, po shpeshherë treqin vëmendje mediatike që reagon shoqëria shumë më fort. Nga ana tjetër, duke qenë se është një fenomen i cili ka një bazë jo më shumë se 30 vjet, themi, nuk ka arritur që të perfeksionohet dhe ta marrë, themi, të kalojnë në protokollet mirëfilta mafioze të atij kësaj kategorie që mund të kemi. Ku janë më aktiv? Elementi tjetër që duhet kemi parasysh, që ne si popull nuk mund të prodhojmë mafje të cilat do të vishin konkurrues të këtyre vendeve, sepse sa jemi ne shqiptar janë të burgosur në Rusi apo në Amerikë janë dhe më shumë. Pra është komplet absurde që ta atribuojmë shqiptarëve. Nuk ka asnjë vend vogël që dominoj me. Absolutisht, ne si jemi askush i për dominuar në asnjë fushë dhe përfshi dhe krimin organizuar. Sigurisht që ku ka prani të madhe shqiptare, ka edhe prani më të madhe të krimit organizuar. Sot për sot, nëse ne shohim aksionet apo edhe grupet të strukturuar, baza kryesore ka qenë pjesa e Italisë, sepse kjo korrespondon edhe me portin e parë, themi aty hidhesh për me dalë më tan. Kjo sepse rrugët tradicionale që janë 2 rrugë janë tradicionalet e trafikut, sepse trafiku i drogës prodhon o toka o deti 0.9 trilion dollar në vit. Ndërsa 1.7 trilion, 1.8 trilion është korrupsioni dhe mashtrimi. Dhe trafiku pastaj i qendjeve njerëzore është diku të rreth 0.6 trilion dhe diku 0.2 trilion ose të themi 200 miliard është terrorizmi, financimi terrorist. Kjo ndahet në nivel botëror. Kështu që ne po flasim për një gjë që është krejtësisht në përmasat pa profishme në raport me Shqipërinë. Padyshim që Italia ka qenë gjithmonë dhe ka gjithmonë një italianë. Se ky fokusim atëherë te ajo që quhet mafia shqiptare? Është e gjitha mediatike. Po mediatike pse? Po sepse ne jemi edhe si popull pak mendje lehtë, për shembull, mjafton të shikojmë festën e shqiptarëve në Londër. Unë kam qenë aty në atë moment.
Sigurisht është shumë gjë bukur që të shoh shqiptar me Ferrari, me Lamborghini, që një pjesë e madhe realisht kanë punuar dhe i kanë bler. Por një anglez, kur mbushet ura e Westminster, mbushet me makina të shtrejta, ndërkohë që prezumohet që gjithë janë pa ligjshëm, thotë ke parë dhe postimin e Daily Mail që tregonte një TikTok që numëronte poundët mbi tavolinë kishte. Kam patur edhe mundësi të bisedoj edhe me zyrtarë anglez të cilët një farë mënyrë apo qytetarë të një rangu të caktuar që thonë, ore, drejqim, mirë që i bëni, po pak të mos dilni rrugëve. Pra, është dhe ky fenomen. Po i bëri edhe si Japan, çfarë kuptimi ka? Kjo lidhet pikërisht me papjekurin tipike dhe kjo tregon që është në nivelin fillestar të zhvillimit kësaj gjëje. Kjo sepse organizatat e konsoliduara kanë rregulla strikte që nuk të lejojnë ta bësh sepse një gjë e tillë vjen rrezik gjithë organizatë. Pra kjo flet për një mënyrë, një strukturë krejt primitive organizimi. Dhe po t'i shohësh realisht edhe përgjimet, edhe dosjet që vinë ato që vinë nga jashtë janë komunikime fare banale, janë skema fare banale të pa sofistikuara. Nuk ka patur të paktën në ato që kam kaluar, nuk kam patur një. Pra i quhen më shumë një lloj miti. Është një mit, është edhe një sponsorizim keqdashës ndaj shqiptarëve për një keqdashës, ka interes. Po ja, ne kishim ishte ministrën e brendshme të Britanisë, një ishe migrante, familjare krete migrante, që na urrente pa pas shkak, midis të tjerave. Dhe e fillonte dhe e mbyllte fushatën me të. Ajo u lidh me një moment të ardhive të ndaj ilegale ku shqiptarët filluan të binin sy me. Po hynin 1 milion indian në ditë. Ndërkohë shqiptarë hyshin 1.000 veta, as 1.000 veta jo. E di, po shqiptarët hynin më shumë me gomone, jo aq shumë indianët hyn me viza. 80% e gomoneve ishin indianë dhe pakistanezë, sot edhe ashtu janë, edhe sot. Dhe trafiku e bënin kurd, nuk e bënin shqiptarë. Është fatkeqësi, kjo nuk do të thotë që nuk kemi. Po dhe marrën edhe TikTok që thoshte ulje për Britani me rastin e ditëlindjes për Treshës. Po, kjo është arsyeja pse i nxjerr reklamat që bëhen me përkthim, nuk janë shqiptarët ato që i nxjerrin atë tekstet. Ashtu, ha? Po, janë me përkthime të inteligjencës artificiale ose me Google Translate. Problemi tjetër është që ne edhe vetë si popull, madje edhe struktura jonë, shpeshherë ja atribon vetës tonë merita, për shumë qoftë edhe politika, për një X çështje e ngre diskutimin e mafiozëve edhe mafjes në piedestal dhe thua ti ore prit ç'u bë, që në fakt nuk është. Kjo nuk do të thotë që ne s'kemi grupe të strukturuara kriminale. Madje mendoj që mund të jemi në fazën fillestare të mundësisë të lindjes së organizatave kriminale. Por nëse nuk goditën, padyshim që do të kthehen në organizata kriminale. Dhe organizata kriminale ka edhe një karakteristikë tjetër. Karakteristika tjetër e organizatës kriminale dhe mafjës është që ndërthuret me pushtetin shtetëror. Po, vetëm se këtu kishte. Ky ne jemi akoma, nuk po them se s'ka patur depërtim në strukturat e policisë, por është larg të qenit simbioz me autoritetet shtetërore. Vetëm një sekond. Sokol kthej që rreth 2 miliard mendohet që të jenë të ardhurat që i takojnë paka shumë, pra se askush si llogarit ato. Bëhet një parashikim të grupeve shqiptare. Ku riinvestojnë këto të ardhura? Po investojnë jashtë territorit të Shqipërisë? Po, ajo është kryesorja. Dhe nëse Ndrageta dikur merrej me trafik droge, tani merret me vetëm me pastrimin e parave. Ndihmon të gjithë të tjerë të pastrojnë dhe të investojnë në Itali. Përfshirë dhe grupet shqiptare? Përfshirë dhe grupet shqiptare. Pra ti thua që shqiptarët po investojnë në Perëndim? Besoj në Itali është pjesa më e madhe dhe në Gjermani. Italia dhe Gjermania janë 2 vende ku ata po gjejnë mundësi përveç Shqipërisë, që në Shqipëri modeli i dikurshëm ishte një shtëpi dhe një lokal që ta marrin vesh gjithë që është lokalin. Tani kanë filluar të ketë një sofistikim më të madh në Shqipëri po kërkojnë turizëm, absolutisht në një hotel, për të rritur në grad, në Itali pastaj janë në çdo lloj mundësie dhe kanë mësuar nga besoj kanë mësuar të investojnë në këtë lloj forme nga grupe të vjetra shqiptarësh, jo të lindur në territorin e Shqipërisë, por ata që kanë shkuar herët nga Kosova kanë përshtypjen në vitet 80 dhe kanë grupe shumë të fuqishme dhe po ndjekin stilin dhe mënyrën. Po ku i besojnë? Prapë në real estate jashtë Shqipërisë? Jo, real estate. Besoj në shumicën e rasteve, në lokale, ka një përqapje shumë të madhe për në kazino, ku për të pastruar parat tu aty që vinë nga. Për të pastruar dhe për të investuar. Se pastrimi është një gjë. Po i pastrove ti fillon dhe bëhesh i lishëm dhe sepse ato para do të qarkullojnë. Shiko, ajo që bie në sy në Angli, atje ku duket që ata nuk pastrimi është i ngel direkt, janë me lavazhe. Bëjnë gjithë sikur i fitojnë lavazhe. Dhe kjo qeshin ata britanikët. Po shifrat janë se në lavazh, kur ti mund të pastrosh,
janë shifra shumë të vogla që ti mund t'i kalosh shtetit. Është njësoj që në Shqipëri, pjesa më e madhe... Mban mend atë lajmin aty shqiptarit që i gjetën 13 milion pound në shtëpi, edhe prerje i zetë që duhet ketë që një dhomë komplet, ai nuk figuron të skeduar në asnjë... Ajo pastaj është ai mund tjetë në pjesën ka shumë lavazhe, po pjesa e lavazheve që gjetën në Shqipëri, për shembull, ka moda që ekziston për të pastruar, më tepër janë lambadarët, shitja lambadarëve, që kjo është një kështu që nuk... Po, këto ndryqimet, zakonisht, është një pjesë e madhe që se ato nuk kalojnë, se me lokale nuk mundet, se humbja është e madhe. Me i lokal, do më thëmë, po të pastrosh para, se mund t'i pastrosh, po humbja shumë e madhe dhe ty nuk ja blenë, sepse duke qenë se ke vlerën e tatimit, ti edhe mallin që duhet blesh, duhet ta flakësh dhe duhet të shkon po të shkon 50 me 50. Llambadari nuk janë futur ende në art. Llambadari është një pjesë që po themi një poç, unë duke qenë se është futet dhe arti brenda, nga 100 euro që mund ta kem bler dikund, unë ja vëj shifër 6.000 euro po deshe blije. Po. Edhe ai e bën atë në Po xha, ku po investoj më shumë? Diçka para se do ti bashkëngjitem me sa që tha avokati. Dhe ky është debat, po thoj, përjavshëm që e bëjmë edhe me kolegët që vinë se mos nga vendet e Europës, ne jemi bërë shumë tërheqjes të kohë dhe jemi në qendër të vëmendjes. Pra, nëse kujton kur është arrestuar Gramoz Rexhepi në Turqi, është një lajm që e dha dhe Reuters. Po. Që është krye agjenci lajmesh ekonomike. Pra, ai ishte shqiptari më i bujshëm në ka qenë në botë që tërheqë vëmendje. Është dhe sot, ai Sa veta, sa shteteve i kishte shpëtuar ai ka 6 arratisi nga burg. Pra, ai ishte dhe atje kishte qenë po ashtu në burg dhe ishte luar me kusht kur iku nga Ekuadori. Pri smundje lëkurët. Po, dhe ai pra betejë që bëjmë to, dhe është nuk ka sot, ka këtu e 10 vjet, edhe para 15 vitesh. Vazhdimisht ne etiketoheshim me termin mafje. Po. Shqiptarët nuk e krijojnë dot një mafje. Pse? Ne kemi vajtur deri në nuancat e një karteli që ishte një aleancë. Kjo është kompania e famshme hetimi i antimafjes Firenzes. Struktura më e fortë në botë që na njeh ne është antimafia italiane. Pastaj vjen DEA amerikan. Dhe ata zbuluan një aleancë e cila nuk ishte kokë. Pra ata ishin në kuadër partnerësh, që nga nisja në Ekuador, përdorimi i infrastrukturës, marrjen, por dhe shpërndarja me pakicë. Pra kishin mbyllur dhe ciklin. Dhe aty ishin disa organizata, që ata ngelen akoma dhe më të bujshme sot. Eldi Dizdari, për shembull, te çështja mori pafajësi, edhe pse prokurori hapi një çështje tjetër, që është në burg sot në Dubai. Gramoz Rexhepi është në gjykim në Shqipëri tani, u ekstradua dhe ka ardhur këtu. Pra disa nga personazhet më të mëdha të viteve të fundit. Bëhet këtu në burg. Po ashtu, është në burgun e Fierit. Dhe procesi vazhdon çdo javë në gjykatën e posaçme. Pra, burgu Fierit ka dhe sektor të sigurisë lartë? I sigurisë lartë, është patjetër që prandaj pjesë e mirë atyre dhe dosjeve të rëndësishme që janë tani për gjykim. Shqipëria 2 burgje ka të sigurisë ulët. Ndodhen në Fier. Pra, ne nuk kemi një strukturë të mifit, se nuk bjem dakord për ta bërë këtë gjë. Të më dërguar dhe më përpara që shkon në Ekuador, i gjeje 10 shqiptarë bashkë, po prap nuk bini një mendje tek blersi, tek shpërndarsi, se ku do ta çonin, se ku do ta bënin. Dhe kjo është gjë që ne na karakterizon. Pra, ne nuk kemi një strukturë drejtimi as piramidale dhe as vertikale, ne kemi horizontale. Dhe kjo është edhe i keqja jonë që nuk krijojmë dot një strukturë të madhe, edhe pse bëjmë operacione në 3 kontinente, por ka dhe gjën tjetër, ne nuk arrim dot të krijojmë një strukturë, një komision, siç kanë kartelet, dhe prandaj goditja në grupeve shqiptare ka rezultuar deri tani e pasuksesshme, se ti godet në zonën 1 të Londrës një grup nga Fieri dhe mbasi muaj tu ka ardhur grup nga Shkodra. Ne s'kemi kokë. Pra, ne duke qenë struktura të tilla, shumë operative, jemi si kërpudha mas shiut, e quan një nga ekspertët që jeton krimi shqiptar, pra ti godet 15 shpejt, ne jemi si ameba, sa më shumë e copton, aq më shumë përhapet, dhe kjo është avantazhi i kanë shqiptarë. Janë shumë operativ. Numri i të arrestuarve shqiptar në burgjet e Bashkimit Evropian, duke filluar që dhe burgjet britanike, është jashtëzakonisht i lartë për numrin e popullsisë që kemi ne. Dhe kjo na ka ekspozuar ne. Pjesa tjetër, pse ne etiketojmë si mafje, se nuk na njohin. Tani kur del dhe Nicolas Maduro ati një të shmëndur dhe thot mafje shqiptare ka kapur tek pull në aeroport një shqiptar. Po ishte so, e pejet zorën dhe postimin e ish kandidatit për president të Ekuadorit. Pa i kishte kapur tek pull një rast dhe e lithe
Maduro, ja ku e ke? Po, e lidhe Kasmin. Gustavo Petros. Po, Kasmin që ka në aeroport, që vinte me hotel të prenotuar nga Miami dhe të paguar nga Miami. E lidhe atë me mafien shqiptare që kontrollon Ekuadorin, me presidentin e Ekuadorit që është një anti-shqiptar, anti-grupeve shqiptare, sepse ka thënë në fushat, me qënë se shqiptarët atje dolin të lidhur me rivalin e ti të djathtë, ky e kishte si premtim. Dhe vërtet shqiptarët kanë një problem, sidomos gjatë vitit fundit, me Ekuadorin, sepse na kanë goditur atje. Në Venezuelë çdonte shqiptari. Tani, Venezuela përgjithsisht, rastin e parë që kemi patur ne me Amerikën Latine, nëse kujton, te rasti Durda për Balla Koçiu, ngarkesa nga nisi, nga lumi Orinoco. Se nga Venezuela vinte? Venezuela, nga lumi Orinoco është nisur. Aniher që u kap në Spanjë, me 2 ton, është nis nga delta e lumit Orinoco. Nëse shqiptarët nuk janë ndjerë në Venezuelë, pastaj nuk është një vend kaq i kollajshëm Venezuela. Patjetër, po Venezuela ka një gjë, që të operosh në Venezuela, prandaj u bën atë kohë, se mbrapa edhe atje ajo diktatura që kanë ata u forcua, dhe atje do ta bësh me lidhjet e shtetit. Nuk e bën dot si në vendet e tjera Amerikës Latine. Pra, kjo person që u kap çdonte në Venezuelë. Kjo vëmendje që ai në fakt ata i kanë gjetur një të shkuar, sepse ai është me pasaportë kolumbiane, nuk është me pasaportë shqiptare. Pra ai kanë gjetur një të shkuar që ka të bëjë me trafikun e drogës, se është një gjë e madhe. Por aty u ka shërbyer për të lidhur, për ndërtuar fabulën. Amerikanët, imperialist amerikan, Ekuadori s'ka kufi me Venezuelën. Si mund të organizojë Ekuadori prishin e zgjedhjeve në Venezuelë. Dhe tani vite kjo... Ata se kanë përcaktuar ato u bë 200 vjet. Kjo duhet jemi të qartë. Ne nuk kemi një mafie, dhe kur dëgjova aty prokurorin e Barit, me të vërtetë domethënë ndishe që prokurorët tanë duhet të reagonin aty. Ne kemi struktura, kanë element, po shkojmë tek elementet, po nuk kemi mafie të mirëfillt. Mafia e mirëfillt çfarë është? Është një organizat pushteti. Mafia në vetë është pushteti. Dhe ne kemi parë dhe në zgjidhje, kemi parë interferimin e tyre me politikën, korruptimin e agjensive zbatimit ligjit, prokuror, gjyqtar, sa kemi ne tani aktualisht. Onën e tij më të arrestuar dhe të dënuar brenda. U quajt suksesi i madh për shembull te ky operacion i fundit, që ishin kapur 3 milion euro që ishin armë autobus, po te Toyota Yaris vetëm te një Toyota gjetëm 3 milionë gjys euro. Pra vetëm një Toyota aty kishin 3 milionë gjys euro. Por gjithsesi ne jemi spektakolar dhe jemi bërë shumë të zëshëm te kjo pjesë. Kujtoj në vitin 2018, revista tabloidi më i madh gjerman, që quhet Stern, publikoi një shkrim, erdhën për tjetër temë dhe përfundoi një histori për Shqipërinë 13 faqe. Dhe në kopertinën e revistës ka qenë harta e Europës dhe një vizë kokaine që nisën nga Shqipëria dhe përfundonte në Gjermani. Dhe titulli ka qenë Rruga e re e kokainës. Dhe këtu u bëname ke qenë në shkurt të 2018-s, meqense unë isha intervistuar aty, ishe bashkëpunëtor me ata, dhe edhe ambasada jonë bëri raport atij që kjo dëmton imazhin e Shqipërisë. Brenda 2 javësh u kap ngarkesa më e madhe në Mamina, si kap ndonjëherë në Shqipëri, 613 kg, që shkonte po ashtu për në Gjermani. Dhe vite pjesa e pastrimit parave, se ky është problemi vërtet për organizatat tonë. Sa më shumë që fuqizohen, aq më problem bëhet pjesa e parave. Ku do t'i çosh paratë? Patjetër. Se u bë problem Escobari, se shkoi 30 miliard dollar për i gropostën tokë. S'kishte banka, ai u fut nga Zvicra dhe në Panama dhe nuk kishte ku t'i fshite më. Pra, është fut elefantin në dyqanin e qelçurinave. S'fshihet dot. Shqipëria është vend shumë i vogël për të mbajtur sasi kaq të mëdha parash. Dhe një sasi kaq e madhe parash për mbys ekonominë. Çfarë kanë parë? Sigurisht që këtu kanë investuar shumë, po duke shfrytzuar kanalet, sidomos që të sasit më dha në Shqipëri, do të kesh kanalet të sigurta, që ti nuk do të prekesh me to para. Po thjesht i depozitojnë apo i investojnë? Jo, investojnë. Por investimet më të mëdha, pra, kur në Shqipëri filloi ky problemi që ne po gjurmonim çdo sasi të mëdha që vinte në rrugë të dukshme, atë filluan, e diti shumica e këtyre kanë investime në veri italisë. Janë duke ndërtuar, kanë ambiente të shërbimit social, lokale, pabe, pse i kanë ato? Jo vetëm thjesht mbulojnë të ardhurat, por i kanë dhe si vende ku shesin produktin. E njëjta gjë është në Londër. E njëjta gjë është në Amsterdam. Që i kanë me djersën e tyre, pastaj paragjykohen sikur i kanë parat pista. Por vendi sot, shqiptar që kanë histori suksesi në vendim. Ku është sasia më e madhe e parave që vijnë nga narkotrafiku janë Emiratet e Bashkuara. Unë kam thënë Emiratet e Bashkuara. Unë vetëm një rast mbaj mend në Dubai, në tavolinë kisha 980 milion dollar të investuar atje. Ishin 6 veta, së bashku ata kishte investuar kaq shumë. Dhe sepse Emiratet e Bashkuara, kryesisht në Dubai, Emirati Dubai, dhe ata nuk të pyesin se ku i ke gjetur ti parat. Jo, patjetër. Por, nëse ti nuk krijon probleme aty dhe janë të padëgjuar si emra, nuk i kemi përmendur. Ashtu sepse ekzistojnë si biznesmen atje të deklaruar që pagojnë taksa, madje ti kur ke shkuar edhe mund të kesh takuar në ata se nuk e njeh, ata janë biznesmen të lishëm atje. Ata s'kan punuar asnjëherë në Shqipëri.
S'kam pas lidhje fare me shqiptarët. Nuk ka pas lidhje fare. Dhe ati janë me një status Po nga i tjetër. sjellin lekët? Nga perëndim, nga Europa? I sjellin nga Europa, nga Azia, nga Australia, nga jo nga Amerika Shqipëria. Latine. Punon kinezit i çon ku Nga Amerika Latine, pra, parat shkojnë atje dhe sot Emiratet e Bashkuara janë magazina më e madhe ku gjenerohen parat që vinë nga narkotrafiku, se strukturat i shtetit. Fjalia e fundit që do të them për Shqipërinë, në Shqipëri nuk është më, domethënë, interesi vetëm në ndërtim apo në turizëm. Në Shqipëri, për shkak të fuqisë që kanë sot dhe të qytetarëve që ata kanë, ata ndjekin trendet ku janë politikat, kryesisht politika zhvillimore të qeverisë. Janë në hidrokarbure, në minerare dhe sidomos në fotovoltaik. Sepse aty ka nevojë, pra aty ti mund të futesh sasi të mëdha. Vetëm ty të duhet një kompani e rregullt, e cila nuk ka një të kaluar problematike kriminale, që ti njeftosh parat, pra ti mund të futesh një projekt pa disa sa shkojmë projekte fotovoltaike sot, që janë dhe trend dhe ta kërkon dhe Bashkimi Evropian dhe të subvencion Bashkimi Evropian. Pra, po bëhen pak a shumë atë që bëjnë, se shikojnë që bën Drageta në Itali. Fondet e BE-s thithin ata. Dhe atë kanë kapur, ata kanë kapur fondet publike. Ti që pash videot e fundit që në New York, kush i bën tendrat e rrugëve në New York? Këdo që të pyesësh tonë i bëjnë italianët. Pra italianët merreshin më me restorante. Edhe pastrimin e rrugëve kanë pas italianë për ata kanë marrë këtë lloj industrie atje, sepse aty ata mund të gjenerojnë, mund të investojnë sasi më të mëdha, të injektojnë sasi më të mëdha paraje dhe të gjenerojnë fitime më të mëdha. Pra, sot ata janë shumë fleksibël dhe prandaj po them kanë shkuar në projekte zhvillimore. Dhe ata kanë shumë interes, nuk e harroj një batutë që më kanë thënë, shiko, ne më përpara tha ishim thjesht bandit. Kjo bisedë është bërë në kohën e 2015-ës. Tani thajmi kthyer në biznesmen. Dhe ti sot ti nuk i ndan ndot ata. Se ku është ku janë, sepse ata kanë kompani, sa kompani janë gjetur ditët e fundit për kompaninë, për grupin e Shkozetit. Sa leje ka marrë ai? Dhe ka marrë lejet e qeveria, marrë lejet ligjshme. Unë them 2-3 gjëra. Shiko, pastrimi parave me të vërtetë është sfida, por edhe aktiviteti kryesor. Por edhe këtu ka një abuzim të frikshëm në raport me Shqipërinë. Pse? Shqipëria sot, nëse analizon protokollet bankare të sistemit i ka më strikte se vendet. I ka disa herë më strikte se Anglia, disa herë më strikte se vendet më të forta të Bashkimit Evropian. Do të thotë, në sistemi bankar tonin, përveç se po i morë pritë guvernatori deri te drejtori bankës, nuk ke shans që të futish asnjë cent. Kjo është vërtet. Madje edhe para tuaja po ti tërheqesh. Ligjet e kemi më strikte. Jo, po edhe një tjetër, që ne linjat bankare kemi në linjë edhe me ndërkombëtarët që i kontrollojnë. Janë online gjitha dhe ne nuk kemi bankat të cilat bëjnë transferta drejt për drejta jashtë. Ne gjithi kemi me nënën, Raiffeisen, ose Turqia, me bankën mëm ose me një stacion. Ne kemi filtra të shumë fisht. Dhe ka edhe një moment tjetër që thash, nëse ti të rejsh pare tuja sot dhe i kthen nesër në bank, prap do të pyesën edhe për ata që i këtë rejsh dje. Pra, është një abuzim. Këtu po, ekonomia informale është një element ku me të vërtet mundet të ketë hapësirë. Por ekonomia formale ka zero mundësi që realisht bëhen pastrime parash. Sepse nuk mundet të realizohet. Ekonomia informale, me qenë se po në perëndim investojnë? Në perëndim, shumica e shqiptarëve, për shkak të edhe të nivelit, ato kanë pjesa më e madhe kanë një dekadë apo një dekadë e gjysë aty ku janë, se nuk kanë shkuar që ditën e parë ka po banda. Që ato është dashur një kohë, punojnë ndoshta tamam lavazh etj. Nuk kanë arritur ato të depërtojnë në nivelet e shoqërisë të atij niveli që të mund kenë aksese në vendimmarrje apo në njerëz të cilët kanë ndikime të tilla. Pra bëhet fjalë për, prandaj edhe transporti bëhet me autobuza, sepse nuk e bëjnë dot, sepse janë larg. Po ti shohësh dhe besoj nuk kanë hyrë akoma sofistikimin që kërkon. Mjafton të takosh shumë shqiptarë të cilët janë shumë pasanik, në kuptimin me djerës, kanë arritur të bëjnë. Ata përse janë totalisht nga pikpamje sociale të shkëputur nga shtresa e lartë e vendeve ku ata jetojnë. Dhe kjo i bën një lloj emigrantit përjetshëm, një farë mënyrë, emigrant po emigrant me lek. Dhe absolutisht kjo i bën larg mundësive të kësaj kategorie. Që një organizat tjetë të tillë, ajo duhet tjetë me preshtim Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës është i vetmi vend ku gjithsecili e fillon nga zero dhe po. Po kjo është për shkak karakteristike në gjithë vendet e tjera. Jo, në Europë mbetesh gjithmonë emigrant. Në gjithë vendet e tjera ato gjithmonë janë emigrant. Me apo pa lek po emigrant. Sigurisht, ky është i vetmi dallim. Kështu që ato janë shumë larg vendeve ku këto krijojnë hapësirat, qoftë edhe për të investuar. Mund të investojnë, pa ato fillojnë në për disko, pra janë biznese kret banale në kuptimin e volumit tregtar të një vendi. Dhe nuk janë skemat sofistikuara. Kjo nuk përjashton mundësinë që kapi Macia Miun, si i themi njërë në ca kohë,
Lepur, jo mirë, në këtë rast dhe mund të vërtetojmë, por këto janë raste të fare të izoluara. Keri, ku investojnë Një filit e kjo. Shiko, rasti më i madh që ka për Shqipëri, për para të ardhura nga bota e krimit. Po është rasti kur paratë e njërit nga bosët e Kozanosës në Palermo, i futën Shqipëri, u kapën 18 milion euro, dhe ato nuk ishin paratë shqiptarëve. Jo, ato ishin italian. Mafia italiane që gjetur një rrugë duke i sjellë ata nuk i sollën rrugë ilegale, i sollën rrugë legale. Dhe shmangur bllokimin banka jon sa herë dhe ajo shumë me njëherë njoftoi, për banka e niveli 2 ishte, me njëherë njoftoi. Mbi 5.000 euro njoftohet vetë sistemi automatik. Dhe ky jepet alerti. Ky është rasti më i madh deri sot në Shqipëri ku janë kapur para të mafias. 18 milion euro është që ato ishin italiane. Dhe këto ishin të mafias italiane. Po do t'ia thuhet atij prokurorit të barit të punës, shiko se rasti jo fati prokurorit, por po këthe ku investojnë kryesisht? Kryesisht në pasuri të luajshme e të paluajshme. Flas në ndërtim, por edhe në bizhuteri ose edhe në makinat shtrenjta. Flas nga që shohim. Ai është investim për të kaluar. Ndërkohë që si përdoren kompanit vendase ose të huaja, është paktën ajo që shohim nga dosjet e fundit që po zbardim, janë kompanit vendase dhe të huaja ato që injektojnë nëpërmjet tyre. Edhe offshore do të them diçka. Ndërsa ata përdorin më shumë edhe kredi në fakt për të është dhe kjo dukuria e kredive që marrin kredi për t'i justifikuar në shumë raste megjithëse banka bën due diligence më fort bën një shikim plot se ta japi kredin. Ka edhe diçka, edhe offshore si koncept, njerëzit e mendojnë se offshore është bërë për të fshehur. Jo, offshore është bërë thjesht për të fshehur identitetin. Por offshore për shembull Jersey është direkt në kontrollin e prokurisë përgjithshme të Mbretërisë Bashkuar. Dhe shumë element tjerë, pra nuk mundet se thjesht pëse është offshore, të mendohet që tani me offshore-in, offshore thjesht bizneset kanë për efekte lehtësira. Edhe kanë përshtypjen edhe offshore se jopi. Një fjali kanë vetëm për të kuptuar, a mund tjetë në njëherë mafia në Shqipëri, do sjell vetëm këtë shembull. Një mafioz në Itali nuk i vë kur pronat në emrin e tij. Të gjithë këta që merren me trafik droge, po si një prej atyre më. Nuk i ka që më të gjithë në emër të vetë. A mos e ka filluar, po i fshehin tani. Qa po fshehin, po si mund t'jesh një mafios? Të lutem, e mendon vetën mafios dhe çdo gjë që blen, e vën emrin tënd dhe pastaj vjen shteti ta sekuestron, unë nuk e di. Unë falenderoj 4 ftuarit në Kalim Spot dhe para publicitare në pjesën e dytë, Marko Alberti, ambasadori i Republikës Italiane në Tiranë, në një intervistë me pak a shumë linjat kryesore që ai do të kërkojë ndjek gjatë mandatit të tij në Tiranë. Ndërsa në pjesën e tretë është kampionati i U17 që europian, që organizohet në Shqipëri me 8 ekipe, ku përfshihet edhe Shqipëria si vend organizator, finale e cilit zhvillohet me 1 qershor në Tiranë, në një material përgatitur nga Lida Marvataj dhe një intervistë me Armando Dukën në pjesën e tretë të emisionit. Po fillojmë pra si që njoftova pak më parë intervistën me ambasadorin italian në Tiranë, Marko Alberti. Zoti ambasador, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion e programit Opinion. Faleminderit Blendi, përshëndetje të gjithë shikuesve. Jeni prej 100 ditësh në Shqipëri, si ju duket? Diçka fantastike. Ky është një vend plot surpriza dhe mundësi. Prita 100 ditë për të kuptuar më shumë dhe për të takuar njerëz. Kanë qenë ditë fantastike. Ju vini nga Kazakistani, që normalisht është krejt ndryshe nga Shqipëria. Besoj ndihet ndryshimi. Ndjeni mirë këtu? Para së gjithash, mikpritja. Shqipëria, ashtu si Kazakistani, është një vend mikpritës. Unë dhe familja ime ndihemi si në shtëpi. Ndryshimi vetëm është ky. Tu ndihesh më mirë. Po sigurisht, që është më mirë këtu. Po Shqipëria është tashmë si ti jesh në Itali. Të gjithë flasin italisht. Aromat e mesdheu. Po, njohim realitetin italian. A keni udhëtuar, a keni vizituar Shqipërinë? Kam filluar, kam nisur nga jugu, Gjirokastër, Vlorë, Berat. Gjirokastra është nga qytetet më të bukur që mund gjeni. E konfirmoj, kjo shtjellë e bukur, 120.000 italian kanë qenë vitin e kaluar. 120.000 italian që vizituan Gjirokastrën? Po. Sigurisht, italianët janë zakonisht turistët me numrin më të madh që vizitojnë Shqipërinë. Jashtëzakonisht. Po jashtëzakonisht, sepse ka dhe shqiptarë nga Kosova dhe Maqedonia. Përveç Vlorës dhe Gjirokastrës, nuk keni vizituar akoma Veriun? Berat, Shkodër. Edhe Shkodrën. Krujën.
Çfarë po bëni në Shkodër me konsullatën e bukur italiane? Të shohim, po përpiqemi që t'i jepen vlerat e duhura, sepse është dhe konsullata e parë italiane në Po botë. kjo është gjëja më interesante që mësova dhe unë. Se është konsullata e parë jashtë vendit që Italia kishte në fund viteve 1800. Po, kjo është një shenjë miqësisë së madhe që nga ajo kohë. A është ndenë pronësit shtetit italian? Dello Stato italiano? Po, e konfirmoj. Dhe gjatë periudhës komuniste çfarë ishte? Ishte pjesërisht konsullat, pjesërisht promovim kulturor. Una parte era promozione culturale. Normalisht nuk kishte të bënde fare me Italinë, kishte marrë shteti. Stato l'aveva preso. Pikërisht. Tani, cilat janë, le të themi, projektet më të rëndësishme që keni në Shqipëri? Ne kemi njësër projekte që i përkasin fushës ekonomike, po përpiqemi të sjellim kompani të mëdha në Shqipëri. Ideja ime është të kemi 3-4 kompani të mëdha në sektorë kryesorë që janë energjia, industria e mbrojtjes, agrobiznesi dhe shëndetësia. Këto janë aspektet më të rëndësishme. Ambasador, italianët kanë qenë investitorët e parë në Shqipëri në fillim viteve 90. Por ishin sipërmarrës të vegjël që merreshin me aktivitete të tilla si restorante, fabrika të vogla, diçka të ngjashme. Ne gjithmonë kemi pritur që kompanitë e mëdha të vinin pas sipërmarrësve të parë, por kompanitë e mëdha thuajse kurrë nuk arritën. Ma le grandi compagnie quasi non sono mai arrivate. Po përpiqemi, kemi filluar. 2 kompani të mëdha italiane kanë ardhur në 4 muajt e parë të vitit. Një tjetër është gati të mbërri, Fincantieri, kantierët detar. Fincantieri, kam dëgjuar. Duan të krijojnë kantier detar për ndërtimin e barkave dhe jahteve. Shpresojmë që të arrihet. Ku saktësisht? Në Pashaliman. Në Pashaliman. Dhe cila është kompania e dytë? Kemi një kompani tjetër në sektorin e teknologjisë që është Leonardo. Është një nga kompanitë më të mëdha dhe në Europë për teknologjinë. Ndërsa në sektorin e shëndetësisë. Pra Leonardo mund të bëjë gjëra të mëdha këtu? Shumë gjëra. Leonardo është një nga kompanitë më të kompletuara që kemi në Itali. Nga teknologjia satelitore deri te furnizimi me teknologjinë në sektorin e mbrojtjes, dron, avion, radar, siguri kibernetike. Është një kompani vërtet e jashtëzakonshme. Pse deri më tani, le të themi, kompanitë e mëdha deri në vitet e fundit ishin pak skeptike për të investuar në Shqipëri? Per investire in Albania. Pjesërisht, sepse nuk e njihnin Shqipërinë. Si thash më parë, kjo është një surprizë e madhe edhe për investitorët, por edhe sepse mendonin se ishte një vend i vogël, ndërsa tani strategjia e Shqipërisë është të hapet. Dhe kjo hapje ka gjeneruar interes të ri. Sigurisht, Shqipëria është një lloj porte hyrëse për vendet e tjera të Ballkanit. Në Kosovë, ku janë shqiptar, Maqedoni, ku 30% e popullsisë është shqiptare, por edhe në vendet e tjera. Po, është. Për Italinë, Ballkani Perëndimor është strategjik, veçanërisht Shqipëria. Për këtë arsye besoj se ne jemi aleat shumë të fortë për hyrjen e Shqipërisë në BE. Nëse keni një objektiv, cili do të jetë ai në këto 4-5 vite të mandatit tuaj në Shqipëri? Nga pikpamja kulturore, do doja të vazhdoja në këtë rrugë, dhe të kisha disa projekte të mëdha kulturore, jo vetëm evente të mëdha. Nga pikpamja ekonomike, do të doja 3 ose 4 kompani të mëdha që mund të ndihmojnë Shqipërinë dhe gjithashtu të krijojnë vende pune në Shqipëri. Dhe nga një këndvështrim politiko-institucional, unë besoj në mbështetjen e Shqipërisë në negociatat drejt Bashkimit Evropian. Doni thoni që kompanitë e mëdha në këto 4 vjet, si thua, do fillojnë të punojnë tashmë në Shqipëri? Sigurisht, ky është synimi, objektivi. Ti përvishemi punës, jo të kufizohemi vetëm në diskutime që vazhdojnë me vite. Edhe diplomacia sot gjykohet në bazë të rezultateve, jo vetëm të njoftimeve apo të informimit. Po, por kjo është interesante. Edhe për integrimin e Shqipërisë në BE, Italia ka qenë gjithnjë një nga vendet më të afërta dhe më miqësore, duke ofruar mbështetje. Padyshim Blendi, ne do të jemi akoma. Por a jemi larg kësaj? Jo, po e përshpejtojmë dhe besoj se... E kam dëgjuar këtë për 30 vjet. Megjithatë, përshpejtojmë drejt Europës. Por BE duket gjithnjë më e largët. Jo, këtë herë është ndryshe. Jo, duhet ecim përpara me reformat që Shqipëria po kryen. Sot u hap edhe grup kapitulli i 3 i negociatave. Dhe mendoj se ky është një lajm shumë pozitiv. Shqipëria ka nevojë për aleanca, partneritete që po përpiqemi t'i krijojmë. Por është vetëm çështje e Shqipërisë apo dhe BE-s? Sepse kemi gjithmonë të njëjtin problem. Arrim në pikën ku na thonë të shkojmë, përpiqemi të arrijmë, por e kuptojmë se Europa ka lëvizur pak. Çdo negociat është një dialog. Besoj se objektivat e vendosura nga Shqipëria janë shumë të qarta dhe angazhimi strategjik i Italisë në Ballkanin Perëndimor është po aq i qartë. Ky partneritet mund të ndihmojë padyshim së bashku me BE-n dhe njerëz shumë të kualifikuar, siç janë komisionerët evropianë. E kanë deklaruar, kështu që jam besimplot. Mendoj se kishim shumë iluzione në fillim viteve 90.
Më kujtohet gjithashtu që kryeministri italian Andreotti e pyeti zëvendës kryeministrin asaj kohe Gramos Pashko se kur mendonte ai se do ishim gati për Europën. Quando pensate che dovete essere pronti per Europa? Ai tha, le të themi pas 5 vitesh. Andreotti qeshi, tha, jo, 5 vjet. Por as unë nuk do t'jem gjallë kur të bëheni vend antar i BE-s. Tani mendoj se ai kishte drejtë. Po, por mendoj se ai e kishte bindjen se herët apo vonë Shqipëria do të antarësojë në BE. Mendoj se ky është fati i këtij vendi. Dhe ne jemi shumë të lumtur me këtë zgjedhje. Nga pikpamja e eksporteve, cilat janë eksportet e Shqipërisë drejt Italisë? Ka produkte klasike tekstili, ka produkte kimike. Për të qenë sinqert, ende jo shumë. Por ne duam të rrisim një shkëmbim që nuk përfshin vetëm importet italiane në Shqipëri, por që favorizon edhe eksportet shqiptare në Itali. Duke prodhuar në Shqipëri me kompani italiane. Me kompani italiane duke prodhuar në Shqipëri. Ne kemi 3 a 4 kompani tashmë gati. Shqipëria ka trafikun ajror më të lartë me Italinë. Ka ndoshta më shumë se 100 fluturime në javë nga Shqipëria në Itali dhe anasjelltas. Janë emigrantë shqiptar, por edhe shumë italianë që po mbrin Shqipëri. Po pse kompanitë e mëdha të turizmit ende nuk po vijnë? Mendoj se është vërtet çështje e njohjeje e Shqipërisë. Domethënë, investimet e mëdha janë investime afatgjata. Shqipëria ka filluar të hapet ndaj botës, ka filluar të ngjallë interes. Besoj se tashmë ka kompani shumë të interesuara. A ka një imazh të ndryshëm të Shqipërisë krahasuar me 10 apo 15 vjet më parë? Padyshim, sigurisht. Shqipëria është një vend i ri. Për sa i përket imazhit që po reflekton në botë, po hapet ndaj botës dhe ne duam ta ndihmojmë që bota të vinë në Shqipëri. Ambasador, cila ka qenë karriera juaj? Nga jeni? Nga cila pjesë e Italisë? Unë jam nga Verilindja, nga Romania, shumë afër, një fluturim direkt Tirana-Rimini. Tani ka një fluturim direkt, po është e vërtet. Cila është karriera juaj? A keni punuar gjithmonë si diplomat? Jo, kam punuar edhe në sektorin privat, sepse doja të testoja veten, duke u hibridizuar, duke krijuar, duke përzierë si vindime. Midis sektorit publik dhe atij privat. Po, kam punuar për një kompani amerikane, pastaj në Argjentinë. Në Argjentinë, pastaj në Shtetet e Bashkuara. Ku në Buenos Aires? Po. Sa vite? Për shumë vite. Kam pak Argjentinë me vete. Gruaja ime është argjentinase. Pastaj u kthyet në diplomaci. Pastaj u ktheva në Rom dhe punova për 10 vjet për një kompani të madhe italiane të energjisë. Dhe më pas u emërova ambasador në Kazakistan. Pra u ktheva në diplomaci dhe tani në Shqipëri. A është e vërtetë që gjatë misionit tuaj në Kazakistan filluan dhe fluturimet direkte midis Astanas dhe Milanos? Është e vërtetë. Dhe Almaty Milan, ne i lidhëm 2 qytetet dhe unë besoj shumë në diplomacinë city to city. Qytetet komunikojnë me njëra tjetrën dhe sapo lidhen, zhvillojnë biznese të reja. A funksionoi? Funksionoi. Mira pasagjerë, do të shtohet një frekuencë e re. Ndoshta edhe për Astana. Dhe linja ajrore Neos që realizoi këtë fluturim është shumë e kënaqur. Në nivel politik, cilat janë marrëdhëniet midis dy vendeve? Do të thoja të shkëlqyera. Duke lënë me një anë motrën italiane të vllajt ton shqiptar, përveç kësaj. Do të thoja të shkëlqyera, që nga hera dhe ne duam të shikojmë drejt ardhmes, duke i shndruar këto marrëdhënie të shkëlqyera në një partneritet të vërtet strategjik. Pra do të thotë të bësh gjëra së bashku. Le të themi nëse kemi 2 apo 3, përveç kompanive të mëdha që duhet vinë në Shqipëri. Cilat janë problemet që shihni në Shqipëri? Domethënë çfarë duhet bërë për të përfituar këto investime ose për të merituar integrimin në BE? O per meritare, diciamo, integrazione all'Unione Europea. Ajo që kompanitë po shohin sot, përveç mundësive që janë të shumta, janë dhe risjet. Pra, ulja e riskut, që do të thotë përmirësimi mjedisit të biznesit, si quhet ndryshe, që do të thotë lehtësimi financiar. Nga mund vi ky risk? Por janë të shumta risket që karakterizojnë të gjitha vendet, të gjitha investimet. Për shembull, kostoja e lartë e financimit. Aspekte të tilla si vështirësinë burokratike, ato mund të jenë ligje me fuqi parapavepruese. Gjëra themelore sot, veçanërisht për bizneset e mesme dhe të vogla, si këto tona, është të kenë një perspektivë të qartë për të ardhmen. Ju keni punuar edhe në sektorin privat, e njihni dhe biznesin. Cila do të jetë ardhmja e Shqipërisë, turizmi apo duhet zhvillohet edhe ndritime të tjera? Turizmi nuk është e ardhmja. Tashmë është e tashme e Shqipërisë. Shoh një lulëzim të madh të tipologjive të reja. Po, ende mungojnë hotelet mëdha, strukturat mëdha. Deri tani kemi bërë turizëm me bujtina të vogla, hotelet të vogla familjare, biznese familjare. Në rastin më të mirë me fëmijët ose kushërinj që punojnë për një kompani. Por me strukturat mëdha jemi ende në fillimet. Ma per le grandi strutture siamo ancora all'inizio.
Por Shqipëria është një republikë e re, dhe si të gjithë të rinj ka entuziazëm, por ndoshta ndonjëherë me pak durim. Besoj se perspektiva, rruga e ndjekur, është e duhur dhe dal ngadalë, me aleancat për të cilat po flisja. Besoj se turizmi është një mundësi, infrastrukturat, ndërtesat e mëdha dhe të mrekullueshme që shoh sot në Tiranë, disa të ndërtuara nga italianët, por edhe agrobiznesi, sektori bujqësisë në Shqipëri, është një potencial i jashtëzakonshëm ende i pashfrytzuar. Normalisht po flasim vetëm për Shqipërinë dhe Italinë, por kemi një urë të shkëlqyer lidhse midis dy vendeve, që janë 650.000 emigrantë shqiptarë në Itali. Shumica e tyre mbritën me anije, imazhet e cilave janë parë në gjithë botën. I primi sui navi che hanno fatto un'immagine in tutto il mondo, ma adesso Por tani ata janë sipërmarrës, kanë kompani në Itali, kanë bërë investime edhe në Shqipëri, dhe janë gjithashtu një mbështetje për vendin tonë. Cili është statusi i emigrantëve shqiptarë në Itali? In che, diciamo, status si trova l'emigrazione albanese in Italia? Si që the Blendi, unë besoj se është një emigracion jashtëzakonisht i integruar dhe në shumicën e rasteve i suksesshëm. Pra, gjetën terren pjellor, një mirëseardhje nga Italia. E jashtëzakonshme, më thënë drejtën që nga dita e parë. Dhe ata kanë ditur të gjenerojnë realitetet e jashtëzakonshme ekonomike dhe industriale, me kreativitet dhe përkushtimin e tyre. Imazhi i Shqipërisë në Itali, e cila në fillim viteve 2000 dhe në vitet 90 ishte gjithmonë ajo një vend i varfër që kishte probleme sigurie e mafie e tjerë. A ka ndryshuar paksa imazhi i Shqipërisë tani me turizmin? Nuk ka dyshim. Përndryshe 1.5 milion italianë vitin e kaluar nuk do të kishin mundur të vinin në Shqipëri. Shqipëria është një vend që tërheq sot. Sa italian mund vinë këtë verë? Mendoj se mund të tekalojmë të numër. Nuk e di saktësisht, por mendoj se mund ta tekalojmë. Varet edhe nga Shqipëria. A qëllon që njerëzit ju kontaktojnë dhe thonë që duan të vinë në Shqipëri? Sigurisht, turizmi përbohet nga dy gjëra. Ata që vinë për turizëm dhe ata që vinë për të investuar në turizëm. Ne po punojmë në të dy sektorë. Edhe investitorë italianë në Shqipëri. Sigurisht, infrastruktura turistike, ka pikpamje e ndërtimit, nga pikpamja e menaxhimit. Italianët janë gjithashtu të mirë në menaxhim, jo vetëm në ndërtim. Po e di, të them të drejtën, në shumicën e hoteleve të mëdha, administratorët janë italianë, drejtorët, por tani edhe kuzhinierët. I amministratori sono italiani, direttori, ma anche i cuochi adesso. Italianët në Shqipëri ndihen si në shtëpinë e tyre. Ky është një aspekt shumë i favorshëm. Sa i madh është komuniteti italian në Shqipëri? Të regjistruarit janë rreth 3.000. Në realitet mendojmë të paktën 10 herë më shumë. 10 herë. Të paktën 10 herë. Të futen gjithashtu dhe pensionistët që jetojnë në Shqipëri. Sigurisht. Që shkojnë e vinë, kanë marrë shtëpi me qira. Blendi, kemi 800 studentë italianë. 800 studentë italianë në Shqipëri. 800 studentë italianë në Shqipëri. Kryesisht për studiuar mjekësi. Sigurisht, po edhe për arkitekturë, ekonomi. Edhe arkitekturë. Edhe ekonomi. Edhe pensionistët. Në mes ka një popullsi shumë të larmishme, që përfshin sipërmarrës, që përfshin njerëz nga bota e kinemas, argëtimit. Komuniteti italian është shumë i larmishëm. La comunità italiana è veramente molto diversificata. Nuk e besoja këtë, një gjë shumë interesante. Në qershor do të festohet Dita e Republikës Italiane. Cilat janë aktivitetet dhe eventet që po organizoni? Diciamo le organizzazioni che state facendo. Kemi vendosur të flasim për të ardhmen. Miqësia midis Italisë dhe Shqipërisë është e konsoliduar, por ne duam të shohim drejt ardhmes. 17 evente në javë nga 1 deri në 8 qershor. Muzikë, art, argëtim, art figurativ, një ekspozitë e shkëlqyer nga Enzio Xucci, që do të hapet më 5 qershor, koncerti Ermal Metës në Butrind, në amfiteatr. Që do të vijë në Shqipëri posaçërisht për këtë. Po, brenda amfiteatrit Romak. I cili është nga vendet më të bukura, e keni vizituar? Jo, diçka e bukur e Shqipërisë e zbuluar nga një italian. Scoperta da un italiano. Po, nga Ugolini. Dhe sigurisht ishte ai që zbuloi, le të themi, duke kërkuar gjurmët përmes Eneidës së Virgilit. Cercando sulle tracce di Eneida di Virgili. Kjo është historia e Italisë. Kjo është e pabesueshme. Misia Itali-Shqipëri. Ambasador, cilat janë hobet tuaja jashtë zyrës? Fuori dall'ufficio. Më pëlqen shumë të lexoj. Lexoni? Po, unë jam lexues i madh. Po të udhtoni? Të udhtoj me biçikletë. Me biçikletë? Ku udhtoni me biçikletë? Bëj 7-8.000 kilometra në vit me biçikletë. Ku në Tiranë? Në Tiranë pak, në park, malin e Dajtit, marr biçikletën, e ngarkoj në makinë dhe dal në mal. Së shpejti do të shkojmë në Thet për një shëtitje me biçikletë. Tani do ta keni mundësinë të bëni dhe itinerarin e Giro d'Italias. Lo farò. Do ta bëj. Ishte shumë e bukur dhe duhet t'ju falenderoj për imazhet e rajt që përhapin në të gjithë botën. Ato ishin imazhe vërtet pabesueshme të bukurisë së Shqipërisë.
përmes Giro d'Italias. A mbetën të kënaqur organizatorët? Ata ishin shumë të kënaqur. A jeni sigurt? Ishin 3 etapa të jashtëzakonshme, rrugë të bukura dhe asfalt perfekt. Ata ishin vërtet të kënaqur. Ka gjasa që ata të kthehen sërish në Shqipëri? Kjo do të varet nga Shqipëria. Kjo do të ishte diçka shumë interesante. Pyetja e fundit. Italia ka ndërtuar thuajse të gjitha godinat e rëndësishme, veçanërisht ato në Tiranë. Por ju jeni duke ndërtuar ambasadën e re italiane. Kur do të filloni nga puna? Së shpejti, e pamundur të them një datë, po presim disa lere. Por a keni projektin? Sigurisht. Është i bukur? Është shumë i bukur. Është realizuar nga një arkitekt italian? Po. Pas sa vitesh do të jetë gati? Do të jetë gati. Ne mendojmë në 3 vitet e ardhshme. Diçka krejtësisht e re. Një shenjë të Italisë në zemër të kryeqytetit shqiptar. Pra është projekt i bukur. Mezi pres të ta tregoj. Po pres me shumë kënaqësi. E di që italianët që ndërtuan bulevardin e madh dhe ndërtesat në 2 anët, flasim për diçka të bukur, jam i sigurt për këtë ambasador. Ambasador, faleminderit shumë. Shpresoj t'ju shoh pas verës dhe shpresoj gjithashtu që turistët italianë të vazhdojnë të mbrijnë masivisht në Shqipëri. L'estate e spero anche che i turisti italiani saranno in massa in Albania. Faleminderit shumë, Blendi. Faleminderit, ambasador. Kampionati Evropian për U17 vjen për herë të parë në Shqipëri. Një turne i këtyre përmasave kërkon padyshim një angazhim disa vjeçar, duke nisur që nga momenti i aplikimit, konceptimi dhe më pas realizimi. Padyshim që kërkon edhe investime në infrastrukturë. Janë 8 ekipe që kanë luajtur në Shqipëri, të ndarë në 2 grupe, që kanë zhvilluar ndeshje në 4 qytete, në Tiranë, në Arenën Kombëtare, në Elbasan Arena, në qytetin e Durrësit në stadiumin Niko Dovana, por edhe në Rogozhin në Arena Egnatia. Çfarë do të thotë për Shqipërinë ky event, jo vetëm në dimensionin sportiv, çfarë pritet kemi në vijim, dhe jemi gati tani për U21-shin që do të mbahet në vitin 2027. Zoti Duka, përshëndetje. Përshëndetje. Euro U17 në Shqipëri. Si u gjend Shqipëria në këtë moment sportiv, duke organizuar një turne zyrtar të UEFA-s me 8 skuadra, flas këtu që nga procesi i aplikimit, organizimi, koncepti, gjithçka. Natyrshëm, dhe me thënë njeriu apo institucioni mendon që pse jo dhe këtë, pse jo dhe atë, duke parë zhvillimet, ndryshimin e infrastrukturën, eksperiencën organizative, pse jo mos të bëjmë dhe një turne apo të aplikojmë për një turne final të një kampionati evropian për 17 vjeçar. Duke pas parasysh, dhe me thënë ndryshimet infrastrukturore, eksperiencën e administratës futbollit shqiptar, Federatës Futbollit Shqiptar, atëherë pse jo aplikuam dhe për një turne final, që për ne është vërtet një turne shumë i rëndësishëm, është një nga garat më të rëndësishme që organizon UEFA në Europë, që nga aplikimi, që nga gara për ta fituar organizimin evropian dhe pastaj përgatitja për të është një punë jashtëzakonisht e madhe, padyshim e udhëhequr nga administrata e UEFA-s, por e mbështetur nga një armat njerëzish të Federatës Shqiptare të Futbollit, por edhe të vullnetarëve shqiptarë që e kanë mbështetur aktivitetin i cili vazhdon tani. A ishte e gatshme Shqipëria ta mirëpriste një kompeticion të këtij niveli apo u desh ju të bëni disa ndërhyrje në infrastrukturë? Ne le të themi me gjithë kontributin tonë qoftë dhe financiar kemi ndryshuar infrastrukturën në 10 fusha stërvitore, sepse ishte kriter për gjitha skuadrat që vinë duhet të kenë nga një fushë stërvitore në dispozicion dhe 2 tjera rezervë në raste, do me thënë, kohë e keqe apo gjërat e tjera që mund ndodhin, kështu që kemi ndërhyrë në përmirësimin e 10 fushave stërvitore. Kemi ndërhyrë në përmirësimin e 4 stadiumeve që zhvillohet kampionati evropian. Më pak në Arenën Kombëtare, sepse është një stadium i ri dhe i kompletuar, por më shumë në Rogozhin, që pothuajse kemi filluar dhe ndërtuar nga e para një stadium me kapacitet 4500 vende, por që ofron kushte fantastike. Unë kam ndjekur Italinë me Anglinë në atë stadium dhe vërtet u kënaqja dhe po bisedoj me kryetarin e Bashkisë Rogozhinës dhe i thash, pas 3 vitesh do shohesh në një nga këto në skuadrat e mëdha europiane, do thuash ky futbollist ka luajtur në Rogozhinë. Është vërtet e bukur kur do thonë një nga yjet apo disa nga yjet e arshëm të futbollit evropian të luajnë në një qytet modest si Rogozhina. Dhe kjo është një nga gjërat e bukura të këtij europiani.
Zoti Duka më thej që një turne këtij niveli kërkon një organizim dhe një koordinim shumë të mirë. Si ka punuar stafi i federatës me stafin e UEFA, sepse janë 8 ekipe që duhen mbuluar, duhen siguruar plotësimi të gjithë nevojave që kanë edhe ngjyra shumë vogla. Është një armatë aq e madhe. Pas atyre 22 vetëve që luajnë në fushë, sa nuk mund ta imagjinosh. Kështu që stafi i Federatës Futbollit tashmë është një staf profesional. Është një staf që e bën shumë mirë këtë punë dhe vlerësimet nga, le të themi, sepse dirigjentët e këtij stafi janë specialistë dhe ekspertë ndërkombëtar të UEFA-s dhe vlerësimi i tyre për stafin është me nota maksimale dhe kjo një lloj mënyre na kënaq. E konsideron këtë turne si një test rëndësishëm për Shqipërinë për të organizuar më tej turne të tjerë të këtij niveli? E konsideroj si një event shumë të bukur për Shqipërinë. E konsideroj si një event që i shërben futbollit shqiptar. Kemi parë si jo ose më mirë se sa në të gjithë kampionatet e tjera europiane për 17 vjeçar, prani kryesisht të rinj në stadiume. Dhe kjo i shërben zhvillimit të futbollit shqiptar, sepse rinia nuk mund të edukohet vetëm me fjalë, nuk mund të edukohet vetëm duke i thënë luaj futboll, bëj sport, bëj këtë, por edukohet, le të themi, dhe me vepra, dhe ata duke parë këto ndeshje futbollit, duke parë këto yje që luajnë në qytetet e tyre, padyshim që do t'i lindi dëshira. Në mos 100% të tyre, nëse edhe 20% të tyre do i lindi dëshira nga ky aktivitet, për ne është një sukses i madh dhe kjo është benefiti më i madh. Padyshim është dhe një test, sepse dihet që ne kemi një tjetër event akoma më madhor, akoma më të rëndësishëm për kontinentin evropian, që është kampionati evropian për 21 vjeçarët në vitin 2027. Është më i vështirë, kam, le të themi, kërkesa akoma më të mëdha, po jam shumë i bindur që me eksperiencën që kemi marrë qoftë edhe para këtij evropiani, me eksperiencën që po krijojmë gjatë këtij evropiani, stafi i federatës që realisht duhet të ta falenderoj për punën shumë të mirë që ka bërë në vazhdimsi dhe për ekspertizën shumë mirë që ofron në të, duhet falenderoj edhe gjithë vullnetarët që janë bashkuar këtij aktiviteti, sepse ishin të shumtë në numër, me sa lexova. Është risi mbase në jetën shqiptare që vullnetarët mbështesin aktivitete me ndikim shoqëror, social dhe apo sportiv. Po vim drejt fundit të Europianit për 17 vjeçar, do të kemi ndeshjen finale dhe unë dëshiroj dhe uroj që të kemi një spektakël shumë të bukur në arenën kombëtare, në një stadium shpresoj të jetë i mbushur plot me padyshim me 2 skuadrat më të mira të Europës dhe të jetë një event që të lejë shenjë në historinë e Shqipërisë. Përpos një event shumë i rëndësishëm nga ana sportive, zoti Duka mendon që e vendos Shqipërinë në qendër të vëmendjes. Çdo gjë që bëhet, çdo aktivitet që bëhet, padyshim që është një lajm pozitiv për Shqipërinë, është një lajm që një promovim pozitiv për Shqipërinë. Ashtu siç thuhet gjuhën popullore, nuk prihet lisi me një spat, po kjo është një nga ato që kontribon në promovimin pozitiv të Shqipërisë, tashmë nëpërmjet futbollit, dhe kjo është e rëndësishme. Jemi drejt përfundimit, me 1 qershor luhet finalja. Mendon deri në këtë moment që ka qenë e suksesshme kjo eksperiencë për Shqipërinë? Kampionati 17 vjeçar është një nga më të bukurit që është organizuar deri më sot nga UEFA, kjo e thënë nga vlerësimet e ekspertëve që janë këtu me ne në Tiranë për organizimin e këtij aktiviteti, dhe jam shumë i sigurt që do jetë akoma më i bukur dhe deri në fund, emocione akoma më shumë dhe prani njerëzish, spektatorësh akoma më shumë. Cila ishte surpriza për ty nga skuadra? Nuk janë realisht skuadra surprizë, sepse janë vërtet skuadrat që gjithmonë kanë qenë më të mirat e Europës, janë Franca, Anglia, Gjermania, dhe në fakt kur kam parë ndeshjen Francë-Portugali në arenën kombëtare, më zhduk të thëmë që një ndeshje e ekipeve të para me një kualitet jashtëzakonshëm, lojë shumë e bukur, por surpriza jemi vetëm ne, do të thënë Shqipëria, pjesëmarrje në këtë kampionat evropian. U zgënjeve pak me çunat tan? Jo, absolutisht jo. Unë ajo që i kam kërkuar, ajo që i kam këshilluar ekipit tonë 17 vjeçar, kam thënë shijojeni këtë kampionat, sepse kjo është një ngjarje shumë e bukur për ju dhe sado që të përfitoni dhe të fitoni nga kampionat është të dy shërbej juve dhe brezit tuaj në të ardhmen. Sheh ndonjë yll të ardhshëm te këto skuadrat, zoti Duka? Ka. Unë shoh yje edhe në skuadrën tonë, që jam i sigurt që nga kjo skuadër 17 vjeçare e Shqipërisë do të ketë futbollistë që do të kontribuojnë në ekipin e parë shqiptar.
edhe në skuadrat e tjera. Kemi, le themi, një lloj mënyre dhe futbollist gati të konsoliduar tek Gjermania, një futbollist i cili luan sot ose është pjesë e Bayern Munich, apo një tjetër tek Anglia, edhe koincidon që janë të dy me numër 10, emra nuk i mbaj mend, që është pjesë e Arsenalit. Pra kanë filluar të aktivizohen me ekipet e para, por gjithsesi mosha është e re dhe të tjerë mund të shpërthejnë nga ata dhe mund të bëjnë në vjet të ardhmes. Ke patur mundësi të bisedosh me ndonjërin për tyre se me trajnerët, çfarë përshtypje ka lënë Shqipëria? Apo kanë qenë gjithkohë si stërvitjes kanë patur mundësi të kemi biseduar padyshim, në çdo moment ne jemi në kontakt me gjithë stafet e ekipeve, me gjithë zyrtarët, jo me futbollistët. Dhe janë vërtet shumë të kënaqur nga gjithçka që kanë parë, nga gjithçka kanë përjetuar, nga kushtet sportive në cilët stërviten, akomodimi në hotele dhe kanë dhe ato vlerësime maksimale për gjithçka që po përjetojnë në këtë Europian. Një gjë që më ka pëlqyer shumë ishte dhe maskota. Do ta shoqëroj kombëtaren për te U17-s? Maskota nuk është, le të themi, një kusht i kampionatit Europian, është një gjë e bërë nga Federata e Futbollit për të respektuar Europianin, por për ta patur gjatë gjithë vazhdimësisë aktiviteteve të ekipit kombëtar. Do të vazhdojmë, domethënë, me maskotën, padyshim që Departamenti Komercial në Federata apo i marrëdhënieve me publikun mund ta ndryshojë, por gjithmonë duke qenë në të njëjtën qasje të simboleve të flamurit të kombëtarëve shqiptarë. E fundit, për kë bën tifo? Tifo vetëm për Shqipërinë, nga U10 dhe deri në ekipin e veteranëve. Faleminderit zoti Duka. Faleminderit juve.